Prokuroria Anita Topalova-Isajlova do ta blocojë vendin e zbrazët të prokurorit republikan pas dorëheqjes së Lupço Kosevskit. Ajo do të jetë ushtruese detyre deri në zgjedhjen e prokurorit të ri shtetëror në konkurs publik, kështu vendosën 20 anëtarët e Këshillit të Prokurorëve në seancën e sotme. Anita Topalova-Isajlovska prokurore për herë të parë është zgjedhur në vitin 2009, ndërsa në vitin 2013 hyri në prokurorinë e lartë, kurse pas 3 vitesh u ngrit në detyrë në prokurore republikane dhe zëvendëse e prokurorit të atëhershëm publik të shtetit, Marko Zverlevskit. Emri Topalova-Isajlovska nuk është shumë i njohur në publik, por u përmend disa vite më parë, kur si prokurore republikane kërkoi që Gjykata Supreme të heqë dorë nga rasti Talir, i cili ende po gjykohet në 2 pjesë, ndërsa në mesin e të akuzuarve është edhe partia në pushtet VMRO-DPMNE. Ajo kërkoi që Gjykata Supreme të revokojë vendimin për miratimin e aktakuzës në lëndën Talir të Prokurorisë Speciale Publike për financimin e paligjshëm të VMRO-DPMNE-s. Sipas dispozitave ligjore, Topalova-Isajlovska do ta ushtrojë funksionin deri në zgjedhjen e prokurorit publik shtetëror, por jo më shumë se 6 muaj. Hapi i ardhshëm është nisja e procedurës në Kuvend që të shpallë konkurs për prokuror të ri shtetëror, në të cilin mund të kandidojnë të gjithë kandidatët që i plotësojnë kushtet, pas çka qeveria duhet të kërkojë mendim nga Këshilli i Prokurorëve Publik për të gjithë kandidatët. Kosevski dha dorëheqje në ditën kur në Kuvend do të nisë debati për shkarkimin e tij. Në konferencën e dorëheqjes, Kosevski u shpreh se në shtet ekziston mos respektimi i parimit të sundimit të ligjit.